Prishja e agjerimit mund të ndodhë në disa forma. Ndodh ndonjëherë që njeriu të hajë dhe të pi duke qenë agjerueshëm dhe këtë ta bëjë nga harresa. Në këtë rast agjerimi nuk prishet edhe nëse personi i këtill ngopet, por në momentin që i kujtohet se është agjerueshëm, duhet që ta ndërpresë menjëherë. Ndodh ndonjëherë që jemi të vetëdijshëm për agjerimin, por befasisht mund të futet diçka në gojën tonë dhe të kalojnë në fyt, sikur se mund të jetë një pikë uji apo të kalojmë në një vend ku ka tym dhe të thithim tymin. Në këtë rast, agjerimi nuk prishet, sepse kjo është bërë pa qëllim. Gjithashtu prej gjërave të cilat nuk e prishin agjerimin është edhe nëse dikujt i prishet agjerimi në presionin e dhunës. Në këtë rast, agjerimi i tij është i saktë dhe nuk ka nevojë që ta kompenzojë.